kemi po që djali nuk është diçka në rregull, me sjelljet edhe aty të ka tregu. Se është njoftu fëmia përmes internetit me atë personin fjalë. Jo s'ka bel, i kish prej me njerë flokt. Një ngjarje trondit se dyshohet se ka ndodhur para pak ditësh, por që është zbuluar dje. Një fëmijë mitur, 13 vjeçar, nxënës i klasës së 7 në shkollën po dyshohet se është abuzuar seksualisht nga një person tjetër, 17 vjeçar nga Perizaj. Sipas informacioneve tona, i mituri me personit që dyshohet se e dhunoi janë njohur në rrjetet sociale, më saktësisht në TikTok. 13 vjeçari ka munguar në shkollë, është nisur me autobus për në Perizaj, ku ka shkuar te banesa e personit të dyshuar, e ku sipas tij, pa dëshirën e tij, 17 vjeçari ka detyruar për marrëdhënie seksuale. Këtë ky rast është zbuluar përmes psikologut të shkollës, pasi që është vërejtur mungesa e tij, si dhe sjelljet e pazakonta të nxënësit. I dyshuari ende nuk është identifikuar, ndërsa policia ka bërë të ditur se është iniciuar një hetim në drejtim të veprës penale dhunimi dhe se kërkimet për të dyshuarin po vazhdojnë në mënyrë intensive. Lidhur me rastin, ne kemi kontaktuar me drejtoreshën e shkollës si dhe prokurorinë. Po, person 17 vjeçar, po. A mundesh detaje që keni zbuluar rastin? Ka mungu fëmia në shkollë, kujtësarja ka pyet prindin, se pse ka mungu në shkollë, ka thonë ka ikë djali, ka shkuar në Perizaj. Domethënë kjo ka qenë e para. Po? Mandej kujtësarja është marrë me ta, ja kemi drejtu psikologën edhe në bisedë me psikologën, se kemi po që djali nuk është diçka në rregull, me sjelljet edhe aty të ka tregu historinë se çka ka ndodhur. A është informu familja? Po sigurisht që po, prindin e kemi tregu për rastin se çka është shpreh fëmia, është i policia me njëherë nga ana ime, atë më thonë një marrë i ndërzu me njëherë i ka marrë policia në retira prindin me të thonë drejtën, në ana ke shumë e shqetësume. Ta bile ta mund ka arë mërzi shumë, sa që s'ka arë në shkollë fëmia, sa po ka shku atje. Se është njoftu fëmia përmes internetit me atë personin fjalë, dhe me thonë edhe se ky mitër ka ka shku vetë. Sigurisht që kanë qenë, po babën ai nuk e ka këto, pas ka shku jashtë dikun punu, edhe sigurisht që janë shqetësuar. E çka keni vrejt në sjelljet e këtij fëmijës jo? Jo s'ka bel, i kish prej me njerë flokt. Na kemi pas edhe probleme emocionale me atë fëmijë dhe ma herët. Nuk është domethënë që nuk ka shfaq edhe pas probleme tjera. Ky fëmijë. Domethënë ju përmes psikologut të shkollës e keni zbuluar rastin, a? Po, se unë domethënë kom orientu këtë fëmijë për shkak të sjelljes me u marrë në seanca me psikologun, se shpesh ka është vonu, nuk ka ardhur i rregull në shkollë. Sa ky nxënës ka ardhur domethënë në fillim të vitit, këtij viti, se ka qenë në një shkollë tjetër, është transferuar tani. Tashti policia qendra për punë sociale tu rastin. A është ardhur djali në shkollë tash? Po dje, sot mund që tash jam në një në një takim, sot nuk ka ardhur djali në shkollë. E dje keni zbuluar rastin ju? Po dje. Zbuluar dhe me një herë kemi njoftuar. Faleminderit shumë për përgjigje, drejtoresh.